Ky. Për shikuesit e kanë në monitor, kështu që. Po ky imazh është një imazh ku ndërthuret identiteti kombëtar me anë të figurës si Gjergj Kasot Skënderbeut, një figurë e cila duhet bëj krenar jo vetëm shqiptarët, po europianët, një civilizim të caktuar, i cili përbashkon dhe është fibra apo shtylla kurizore, çdo popull, çdo vend ka një identitet dhe ka një hero kombëtar, dhe ne jemi me fat që Gjergj Kasot Skënderbeu na përfaqëson. Jemi me fat që shqiptarët megjithëse nuk kanë pasur një fe që i ndërlidh, megjithëse nuk të vetme, domethënë, si vendet e tjera fqinjë si udhjesës ballkanike, megjithëse nuk kanë pasur një shtet që unifikon apo një mbretëri apo kanë pasur një gjuhë, dhe kanë dhe një identitet mishëruar natyrisht edhe nga figura komplekse e strategut ushtarak, gjenis politike dhe natyrisht influencerit më të madh të kohës së tij, po jo vetëm që është figura Skënderbeu. Nga ana tjetër, shohim modernitetin apo globalizmin të mbivendosur, shohim natyrisht edhe domethënë kullat e famshme që janë duke u ngritur, shohim edhe këto ngjyrat piktoreske të kryepiktorit dhe kryedizinjatorit kryesor të vendit, i cili me anë të penelave që ngjyrosi fasadat e Tiranës vazhdon t'ia vulën e tij estetike edhe zhvillimit urban, shpeshherë kaosit urban në Shqipëri. Që të ftojnë kështu të ndihesh europian për 10 minuta në qendër të qytetit. Çdo gjë tjetër larg qendrës është kufit otomanes. Po, kjo është një tjetër, në fakt, një shembull i tranzicionit shqiptar, mendoj, i përmbledhur në një foto. Pra, në një foto ne shohim një tranzicion pa përfunduar, prandaj që tranzicion. Gjithë ide tranzicionit ishte kalimi në një demokraci popullore socialiste, pra në një farë mënyre regjim totalitar, se ajo ishte vetëm forma nominale se si vetë quhej ai sistem, tingulli në një demokraci të konsoliduar. Po ne ende nuk kemi në demokraci të konsoliduar, ende jemi në tranzicionin stërgjatur dhe i padrejtë për shqiptarët. Dhe kjo foto natyrisht kujton edhe ato ndërtimet e papërfunduara, sado që kjo është një skele përkohshme, që janë anë mban vendit, edhe ato rrugët ende të pashtruara apo të papërfunduara, apo që kanalizimet që sa herë ndryshojnë rihapen nga e para, të tregon dhe forcën, decentralizmin dhe vullnetin politik i cili dikton jetën sociale, ekonomike, kulturore të gjithë vendit. Në pjesën brapa të kujton ato kullat e famshme ku janë kthyer një pjesë e tyre lavatriçet pastrimit paras. Megjithatë, unë do të ftoja edhe një shteg tjetër që është ajo e protestës. Dhe protestës, natyrisht. Dhe protestës, e cila e mbivendosur në këtë foto, tregon që nga një anë është pushteti, nga ana tjetër është ka pasur shumë protesta të paktën muajin e fundit. Duket sikur këto aktorët politik po garojnë dhe ka një lloj, domethënë një lloj ngutje. Kjo ndoshta bëndet pa efektshme protestën, sepse në qoftë se liderët politik do shihnin opozitar, flas gjithmonë, do shihnin për te interesit apo meskinitetit personal dhe ambicjes vogël, atë që është e mira e përbashkët, e përfaqësimit të atyre zërave të cilët janë kundër regjimit aktual apo sistemit aktual, dhe do arrinin të përbashkoheshin rreth atyre vlerave që bashkëndanin, megjithëse mund të kenë shumë gjëra që mund mos t'i ndajnë me njëri tjetrin, atëherë do kishte shumë më tepër, mendoj, dhe frym, dhe rezistencë, dhe natyrisht dhe pushteti nuk do sillen në mënyrë aq arrogante. Ka një arsye pse njerëzit nuk janë aty. Unë mendoj që është dhe ambicia personale e individëve. Domethënë ne, s'duam PS dhe PD janë parti, domethënë jo të mirëfillta programatike, por ka një program, ka një antarësi, ka një strukturë, ka një kompetencë. Ndërkohë që shumica e partive tjera janë ato që Herbert Kirchhoff për shumë i konsideron si parti karizmatike, ku vetëm opinioni publik njeh vetëm një kryetar, një parti, dhe nuk një numrin 2 të partisë, ose në rastin më të mirë parti klienteliste, që përfaqësojnë kapim të hyjnë në aleancë, kapim në një vend pune në shtet, kapim diçka për të zhvatur. Që në këtë sens normalisht është ai autobusi i famshëm i Kuçit, se secili do ta drejtojë sipas agjendës dhe oreksit vet. Kjo është një karikaturë e një piktori të famshëm shqiptar që përgjithsisht nderohet edhe me çmime ndërkombëtare, Agim Sulaj, po
Unë e gjeta kështu si interesante për ta sjell për ty. Kjo është e vjetër sa vetë jeta kjo e të pasurit oligarkut i quajmë ne e tjerë për kundër varfërisë ndonjëherë ekstreme, por në rastin konkret ajo që bën interesante këtë është mbajtja e librit, mbajtja e politikës, do me thënë politika e cila të bën të mundur të arrish këtë pasuri në radhë parë. Pra politika është instrumenti i cili të pasuron. Në vend që të ishte instrumenti i bërjes së ndryshimeve publike, të cilat do të sjellin një rishpërndarje më të mirë të pasurisë publike dhe natyrisht të zhvillimit ekonomik. Dhe kjo është padrejtësia në Shqipëri, të cilës si kushtohet shumë pak vëmendje për fat keq. Dhe e fundit tani Akropoli. Ajo që më vjen në mendje nga kjo foto është civilizimi greko-romak, që është dhe civilizimi perëndimor, i cili i ka dhënë trajt dhe formë asaj që jetë si perëndim sot dhe që manifestohet në të gjitha format dhe mënyrat nga institucionet dhe nga mënyra, po të shikoni për shembull Shtëpinë e Bardhë apo Kongresin në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe godinat e tyre. Neoklasike, pra manifestojnë, po të shikoni dollarin, po të shikoni pra çdo gjë është e manifestuar. I gjithë Washingtoni është me stilin grek. Po, sepse është një civilizim, është legjislacioni që ka vendet perëndimore, bazohet pikërisht në legjislacionin romak, Pax Romana, që ka qenë institucionet, formimi pra identiteti. Kështu që në këtë sens unë shoh që Shqipëria i përket këtij lloj mentaliteti, këtij lloj krijimi apo funksionimi të do dëshironim të institucioneve, kësaj filozofie të paktën, por për fat keq Shqipëria ka arritur të prodhojë një lloj kakistokracie ku më të paaftët kanë qeverisur në mënyrë më të keqe të mundshme, dhe kjo gjë do të ndryshoj sa më herët aq më mirë. Domethënë dhe kjo gjë nuk ka qenë gjithmonë, se nuk duhet parë një trajtshme dhe periudha 35 vjeçare. Ka pasur plot burra dhe gra të shkëlqyer, profesionistë të mirë, të cilët për një periudhë të shkurtër të jetës së tyre profesionale kanë shkuar me dëshirën e mirë për të kontribuar dhe kanë kontribuar, por natyrisht gjërat pësojnë regres, sidomos ku s'ka rotacion politik, sidomos ku ka një arrogancë të numrave, sidomos ku kemi për shembull sot edhe krahasuar me vetë qeverinë Rama, për mos ta zgjatur, qeveria e pa Rama të paktën me gjithë mirat të këqija të saj kishte një përfaqësim politik dhe intelektual dhe bagazh profesional shumë herë më të lartë se sa qeveria 4. E tij ku pjesa më e madhe janë anonimat, domethënë se s'kan as background politik, as profesional dhe as ekspertizën. Kështu që degradimi i pushtetit. Sa më shumë rritet eksperjenca, përvoja dhe talenti në pushteti kryeministrit, aq më pak është e panevojshme bëhet që ata që rrethit të kenë një vlerë të caktuar. Tani që po mendoja, mbase ka një foto të munguar që mund të ishte Grenlanda. Çfarë mund të ishte? Që mund të ishte harta e Grenlandës ose për të komentuar, domethënë. Kjo që po ndodh. Kur po mendoja që duhet të jepja edhe një imazh tjetër të cilën shiko, ne jetojmë në një botë ku kjo kërkon një temë vetë emisioni natyrisht, s'dua të zgjatem, por jetojmë në një botë që është shumë sfiduese në disa parametra. Pra çështja pse po merr kaq përparësi Grenlanda sot, është për disa arsye që janë komplekse. Me thënë, një nga arsyet është natyrisht ndërlidhja, pra nuk është thjesht çështje një territori që është rresa sipërfaqe Britanisë. Diçka do shtoja, një miku im po më thonte që unë gjithmonë i vogël mendoja që nëse do kisha një vend ku ta ratise kur bota të merr të kishte luftë, do ishte Grenlanda. Sot jam kështu. Jo, ideja është që sot, pse po vetë e rëndësishme, pra ajo atë territor që ka sot ka pasur e para 500 vjetësh, por problemi është që sot me anë të për shkak të ngrohtësisë globale, ndryshimeve klimaterike e tjerë, është një komponent shumë i rëndësishëm i ndërlidhjes transportit. Barbotoroja e cila shkurton jashtëzakonisht shumë rrugë dhe kush kontrollon sot portet apo si udhjesat kryesore, arteriet kryesore të transportit botror, stacionet gjithashtu kontrollon tregtin. Kush kontrollon tregtin, kontrollon natyrisht botën. Kjo ishte arsye pse filloi me kontrollin mbi kanalin e Panamas. Kjo është arsye pse patëm një krizë aq të fortë për Hormuzin, kur ishte kriza me Iranin.
Kjo është arsye pse Suezi ka prodhuar një nga krizat më të rëndësishme të luftës së ftohtë. Kjo është arsye pse Groenlanda është sot. Natyrisht është dhe për rezervat e mineraleve të ralla, të cilat deri dje ishin të paksesueshme. Është vendi i 8 në botë me numrin më të madh të rezervave të mineraleve të ralla, të cilat natyrisht janë gjithmonë më të rëndësishme për evolucionin e inteligjencës artificiale. Është gjithashtu e rëndësishme për mburojën, për shumë për Shtetet Bashkuara të Amerikës është e rëndësishme për mburojën antiraketore dhe sinjalizimin. Tani këtu është debati pastaj që i duhet Amerikës patjetër pronësia si titull hipoteke apo mund ta shfrytëzoj edhe pa pasur këtë gjë, apo e bën këtë gjë siç thot paktën publikisht shtëpia e bardhë e Donald Trump, presidenti Trump për ta fuqizuar NATO-n, sekundër ka thënë ai së fundi që unë e kam fuqizuar NATO më shumë se kushdo tjetër president para me, apo po e bën siç thon kritikat e tij për ta shkatruar atë gjë. Kjo është pastaj çdo gjë për të lënë kohës. Kjo mund të jetë një teknikë negociatore, se ai vjen nga fusha e biznesit dhe pra ka shumë spekullime në lidhje me këtë, thash do kërkonte një emision të rëndësishëm vete, por na që pyetja ishte direkte pse Groenlanda, ju përgjigjem për Groenlanda, por Groenlanda është një nga pjesët e gjagjësës që shtrihet nga Venezuela në Iran, po. Duhet shqetësohemi për luftë apo jo? Diplomacia do mbizotërojmë. Nuk mendoj do ketë luftë për Groenlandën. Okej. Mirë, unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën, bëm një xhiro pak më të gjerë se sa tema që kishim vënë objektiv, po kam shtypjen që